Pra me hadith që transmeton Imam Ahmedi, këtë hadith e kanë nxjerrë Ebu Malik el-Ash'ariu, që pejgamberi Allahut në prezent të sahabëve tha një hadith, i boni sahabët të çuditën me këtë hadith. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka njerëz që nuk janë as pejgamber as shahida, mi po janë aq afër Allahut azza wa jall në ditën e Kiametit në pozitat e larta tek Allahu, afër Allahut se lakmojnë shahidat dhe pejgamberët të jenë këto pozitë. Ka njerëz në ditën e Kiametit, ta pejgamberi Allahut, nuk janë as shahida as pejgamber. Mirë po janë afër Allahut azza wa jall, aq afër derisa lakmojnë shahidat dhe pejgamberët të jenë në pozitat e tyre. Kur e ndëgjoj këtë hadith, një ndacak, një fshatar, një katonar u ul gungë. Tha Rasulullah, ma përsërit edhe një herë. Tha as shahidas janë, e as pejgamber. Pejgamberët e Allahut lakmojnë të jenë në pozitat e tyre, tha po. Ta ka mundësi të ne përshkujsh, që i duken, shka kanë. Pse me arri që këtë? Ta këto janë njerëz të ndrysh, prej fiseve të ndrysh, me prejardhe të ndrysh, prej racave të ndrysh. Mirë po janë që duen njëni me qetrin sikur me qenë vëllezër. Nuk kanë hased në zemrat e tyre. Janë dashur për Allah dhe dashurinë për Allah kanë pas fi sebilillah pa kur një farë interes. Këta janë ata të cilët do të jenë thot kaltuket nga drita afër Allahut, kur ta shiqojnë Allahun azza wa jall do të jenë më afër Allahut azza wa jall. Për shkak se janë dashur vetëm fi sebilillah. Çka të lidh?